Ndonjëherë jeta na çon që të bëjmë gabime të ndryshme. Jetojmë në një botë ku njeriu është gabimtar dhe falet nga Zoti. Por Zoti në këtë jetë ka dhënë prindërit, zëvendësuesit e tij, që të mësojnë fëmijët që edhe kur të bëjnë gabime t'i falin. Ne nuk jemi jo gabimtar. Mund të gënjemi pas paras dhe mund të bëjmë gabime. Mund të gënjemi pas fasionimit të bukurës dhe mund të bëjmë gabime. Çdo njeri gabon, por kur ne kemi një dorë që në çdo gabimin ton nuk na lëshon, atëherë ne bëhemi më të gatshëm për t'i dalur përpall jetës edhe për ta ndaluar gabimin. Dhe pikërisht, sot do të ndaj një histori të një babait hero që ka bërë për fëmijën e tij. Dëgjoni. Unë nuk kam qenë kur mjeshtre në të shprehur. Fjalët më shpesh më ngatrohen në kokë dhe më ngelen në gryk kur përpiqem të tregoj se çfarë ndjej për të, për babain tim. Por sot dua të tregoj një histori. Një histori që nuk është thjesht për një baba, por për një njeri që e ngriti botën time mbi shpatullat e tij pa u ankuar kurrë. Që e vogël kam ndjerë një prani që nuk më braktisi asnjëherë. Një dorë që më shtrëngonte fort kur kisha frikë, një shikim që më kuptonte edhe kur nuk flisja. Ai nuk ishte vetëm prindi im, ai ishte udhërrëfyesi im, buroja ime, ai ishte babai im. Më kujtohet kur bëja gabime, ato goditje të lehta në pëllëmbët e mia që sot më duken si përqafime të fshehta, si thirrje të buta për të më kthyer në rrugë të drejtë. Nuk kishte mleh, nuk kishte dhunë, kishte dashuri, e një dashuri që se njihja askund tjetër. Sa herë që më rëshqiste zemra në gabime, ai nuk më largohej. Nuk më flakte si çdo kishin bërë të tjerët. Ai më afronte më shumë. Më rinte afër kur të gjithë më largoheshin, sepse ai ishte dhe është njeriu që nuk më tradhtoi kurrë. Ka shumë njerëz që kanë hyrë e dalë nga jeta ime. Disa më kanë zhgënjyer, disa më kanë haruar, disa më kanë lënduar. Por ai gjithmonë ka qëndruar, gjithmonë aty, pa zë, pa bujë, por me një dashuri që trondit çdo mur që ndërtohet mes njerëzve. Kur isha fëmijë, ai më mbante pranë vetes së tij, sikur të isha një medalion i artë. Më mbronte nga çdo erë, nga çdo furtunë. Nuk më lejoi kur të përballesha vetëm me dhimbjen. Ai luftonte për mua, madje edhe betejat që unë nuk i shihja dot. Më riti me duar të forta në zemrën e butë. Më mësoi të ndaj të mirën nga e keqja. Më mësoi se respekti për veten është themeli i çdo gjëje, dhe që vetëm kur e dua dhe e vlerësoj veten, mund të dua dhe të vlerësoj botën. Dhe di çfarë më bëri më shumë përshtypje? Kur më quante çuni im. Kur unë isha në vështirësi, kur donte të më jepte forcën, e më thoshte me një bindje të pathyeshme, ti ja del vet. Por unë e dija që forca ime buronte nga ai, nga gjitha ato net që më lexonte pralla, nga ato mëngjese që më zgjonte me zë të butë, nga ato orë të panumërta që më dëgjonte kur nuk kisha fjalë të sakta për të shprehur veten. Ai më tregoi sekretet e tij, më tregoi për hilet e jetës, nuk më fshehën kurrë. Ma tregoi veten me gjithë të mirat dhe të metat, dhe së bashku, si baba e fëmijë, u përpoqëm të përmisonim të rriteshim bashkë. Unë mësova se sa i fort ishte ai në fushën time, dhe se sa e dobët isha unë në fushën e tij, e kjo më mësoi për ulësinë. Koha kaloi, u rita, fillova të kuptoja gjërat vetë, por sa më shumë kuptoja, aq më shumë e ndjeja mungesën e fjalës së tij.
sepse ai ishte mbret i botës time. Heroi im, më njihte më mirë se vetja, më kuptonte me një vështrim dhe ishte pasqyra ime më e sinqertë. Njeriu që më mbajti dorën, që më tregoi jetën, që më mësoi dashurinë pa kushte. Baba im, e di që nuk kam qenë gjithmonë ajo që ti doje të isha. Nuk kam ndjekur gjithmonë rregullat e tua. Ndoshta nuk kam respektuar gjithmonë fjalën tënde. Por ti më dhe gjithmonë një vend të afërt teje, më shtrëngove fort, edhe kur unë u dashurova dhe mbeta shtatzan dhe buri më la. Ti ishe pranë meje. Ti je drita e syve të mi. Je forca që më shtyn të heci. Je frymëzimi im. Ti je gjysma ime më e saktë, më i plot se çdo njeri që unë e kam njohur. Ndaj po të them sot me zërin që zguxova të përdor më parë. Mos më lër kur vetëm, sepse pa ty në këtë botë, unë jam askushi. Dhe ndoshta ndonjëherë kam dashur të sfidoj, si çdo fëmijë që do të provoj veten, të tregoj që mundet, por gjithmonë në fund kthehesha tek ti, sepse në ty fshihej qetësia që mua më mungonte. Fjala jote kishte peshë. Urdhërat e tua nuk ishin kur për të më mposhtur, por për të më treguar dhe për të më bërë më të fortë, më të qëndrueshëm me një njeri. Ti nuk më dhe pasuri, por më dhe më shumë se kaq. Më dhe karakterin, vlerat dhe shpirtin e palëkundur. Ti nuk pate jetën më të lehtë, por nuk më lejoje të ndjeja barën që mbaje mbi supe. Eci për vitet e tëra mbi dhimbjet e tua dhe nuk më le ta ndija. Më dhe gjithçka duke mos kërkuar asgjë mbrapsht. Dhe tani që e kuptoj këtë, më dhëm shpirti që nuk të kam falenderuar më shumë. Kam qarë fshehurazi për të gjitha ato herë që nuk të dëgjova, për ato herë që nuk të përqafova, kur e kishe më shumë se kur nevojën. Sot çdo sukses që kam, çdo hap që hedh në jetë, e di që është fryt i durimit dhe edukatës që ti më dhe babi. Unë jam përfaqësimi yt në këtë botë. Një vazhdim i sakrificave të tua, i përpjekjeve dhe i dashurisë tënde të pafundme. Dhe më beso, nuk dua të bëhem askush tjetër përveç se dikush që të ngjan ty, sepse nëse do të arriti jem gjysma atij që je ti, do t'jem më shumë se mjaftueshëm. Ndaj babi, kur të shoh në syt që ndoshta janë të lodhur nga jeta, por jo nga dashuria, më dridhet zemra, më jep dorën tënde si dikur, më thuaj edhe një herë që gjithçka do të rregullohet, edhe kur nuk jam më fëmijë, sepse zëri yt është melodia që më jep shpresë, dhe unë do të përulem gjithmonë me nderim përpara teje, sepse ti nuk ishe thjesht baba im, ti ishe dhe do t'jesh gjithmonë hero i jetës time.